Me këtë do thuar që në asnjë institucion shqiptar sot nuk ka një tender të drejtë? Nuk janë Në mendimin tim, nuk janë favor të Gertit. në gjykimin Janë 700 milion euro të pafirmosura nga frika këtij spakut. Në kohët e fundit, po më përpara, në gjykimin tim mendoj se çdo gjë që është bërë në këto në 2013-2025, në këto vite të qeverisë së Majt, shumica është ambalazh, është marketing, esenca e vërtet, puna e vërtet, jo ajo e propagandës është minimale, është thjesht një punë për të bërë diçka kur ke mundësi të vjedhësh. Nëse e lyen 10 herë shkollën, ke mundësi ta vjedhësh 10 herë. Nëse nuk e lyen 10 herë, nuk e vjedh dot. Ky është shparimi. Këtë e kemi parë në siguri, këtë e kemi parë në ushtri, këtë e kemi parë në edukim, këtë e kemi parë në sport dhe kudo tjetër. Kjo është analizë më e thellë politike që e kemi folur gjatë fushatës, s'kemi lënë gjë tjetër pa thënë. Dhe një gjë të fundit, para se ta kaloj fjalën. Prap i sa gjatë fushatës. Edhe nuk frymzuam kënd dhe nuk u votuam. Shumë e drejtë, pastaj këtu është autoriteti bindjes.